Ja çfarë ndodh me trupin tuaj nëse hiqni dorë nga konsumi i bukës. Kohët e fundit shumë njerëz po ndjekin regjime ushqimore që synojnë eliminimin e karbohidrateve për një kohë të caktuar. Me karbohidrate kemi fjalën për bukën, makaronat, pijet e gazuara, sheqerin e të tjera, të cilat për shumë ekspert janë fajtore për shëndoshjen dhe mbi peshën. Para se të ndërmerrni një hap të tillë, dëgjoni me vëmendje çfarë ndodh me organizmin nëse nuk hani bukë. Në momentin që vendosni të hiqni dorë nga buka dhe kufizoni karbohidratet, do të vërejeni se pesha juaj do të pësojë një ndryshim të shpejtë. Në këtë pikë, trupi nuk shkrin depozita dhjamore, por çliron ujin e tepër të grumbulluar në trup. Do të keni gjithashtu një mungesë energjie, do të keni më pak neps, do të ulet rreziku ndaj sëmundjeve të zemrës dhe diabetit, do të keni më pak energji dhe gjithashtu do të keni luhatje të theksuara me humorin tuaj. Vëmendje: informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë